Qa puna që në kampanjave provokative? Nëse jeni në zonë me punë, ose veç keni pritur me dalë, aplikacionet e brendeve janë kumë pështem për ty. Bile dhe revistat. Deri dikur. Stilistat edhe drejturat kreativ duhet mi sfidu kufejnë në emër të modës. Që nga reklama e famshme e Brooke Shields për Calvin Klein, e deri të reklama sensuale Tom Fordit. Disa për fushatave më të parushme të modës janë ngulitne ndërgjegjen kolektive për guximin e tyne. Saint Laurent ka bubuj me qëtë reklam provokuse, ku modela shfaqet e shtrirë pothuajse nudo. Pas marrjes gati 1000 ankesave, kjo reklam ka përfundu listën e autoriteteve standarde të reklamimit, si një për reklamave më të ankume najherë. Tom Ford për Gucci, gjatë kohës që ka qenë krye, ai ka transformu markën në simbol të luksit sensual, ku modelet kanë parakalu me tonga e u bërë normë. Po të njëjtën qasje ka zbatu edhe modën për meshkuj. E këto si janë vetmet. Njëjtën energji e kanë përcjell edhe Sisley, Diesel edhe Bulgari. Në thelb, ç'kjo lëvizje po ja jap modës një dimension krejt të ri, ma krijues edhe nashta ma interaktiv me audiencën. Tash në treg janë rikthy poza standarde, po këto kampanja hala krijojnë kuriozitet edhe i bujnë njerëz me unal e me fol për to. Apo mendoni ju që duhet mi rikthy këto kampanja? Tregomni në komente. Për më tepër video si kjo, follow Urban FM në gjitha platformat sociale edhe subscribe në YouTube.